E ndërsa duke se ky sezon ka qenë i mbar sa i takon prodhimit në sera, fermerët e Jagodinës dhe Moriçarit në Bashkinë e Elbasanit ankohen me çmimin me cilën po i nxjerrin në treg produktet e tyre bujqësore. Sipas fermerëve, më së shumti janë tregtarët, ata të cilët të fitojnë nga puna dhe mundi i tyre disa mujor. Ramiz Kora, fermer nga fshati Jagodin, sapo ka nisur vjeljen e prodhimit të parë të domates për këtë sezon. Ai shpreh i pakënaqur me çmimin aktual të shitjes, duke thënë se tregtarët po e marrin produktin me 50 deri në 60 lekë për kilogram, më pak se gjysma e çmimit me të cilin tregtohet më pas në tregjet e pakicës. Dy dalim se kam, po prodhimi është shumë dobët, sepse çmim nuk ka, e marrin pa çmim domatin. Po në treg po e marrin me pa çmim, tani që marrin të pikat. Afërsisht ata llogarisin 5-6 lekë tani. Po nuk ka shku dylimi 1.800.000 lekë në gjitha prodhimet që po bëjmë, me fjalë për punë argjimit që po bëjmë me vlerat me. Na e bëjmë punën pastër, pa asnjë lloj gjaje, vjen të bëjnë analiza, domates po deshë çdo gjë, është e sakët, bio, po s'ka çmim. Normal që jemi qetësuar për këtë punë, se ata fitojnë më shumë se ne. Marri masa për çdo gjë që të eci sakt, si me gromullimet pikës, si me që kjo është, ke plerat, ke gjana, ke gjitha. Për to që shesin përsi pikat që shesin agronomët që bëjnë, që mos japin edhe që s'duhet përsi. Që s'lejohet që mos a bëjnë njerëzit. Të njëjtin shqetësim ndajnë edhe fermerë të tjerë në zonë. Kanë shumë, për çdo lloj gjoje. Për çdo lloj gjoje, ndash për jonxha, ndash për domatet, për çdo lloj gjoje, ka shumë. Ka pas shumë, ka pas. Ça? Ai ti s'ka lek të paguaj tokën, jo të paguaj. I thënë 20.000 lekë i plagum. Ndëlym. Po tjetra, po freza, po fara, po këta tjera që ka vojt tank fink. Shumë shtret, nuk ja del. Sa e kanë lënë bosh? Janë largu shumë. Sidomos mosha re janë largu gjithë. S'ka. Vetëm në plejtrin në shtëpi. S'ka në një tek tuk në serë kështu që rrinë, po tjertë. Domates, pece, kastrveca, lloj gjoja s'ka. Po sa kanë dalë 1.300 lekë, 1.200. Nuk ja vlen fare, që e vlen. Ati më shumë i kanë në kalpsim. Zona Jagodinës konsiderohet ndër më prodhueset për kulturat bujqësore në Elbasan. Këtë vit fermerët prisnin që prodhimi të shitej me çmime më të favorshme, edhe për shkak të dëmeve nga përmbytjet në zonën e Lushnjës, por zhvillimet në treg rezultuan ndryshe. Rimbjellja e serave në atë zonë rriti ofertën në treg, duke sjellë mbi ngarkesë me produkte bujqësore dhe ulje të çmimeve të shitjes për fermerët e Shqipërisë së Mesme.